Klan. Një nga mediat e ekipit që na viziton ka arritur që në mënyrë klandestine, mund të themi, të bëj edhe disa xhirime apo regjistrime të ndjekës servitet e kombëtarëve shqiptarë. Mendon që ata kanë të qartë atë që do t'i presin fushën e lojës nga ana e Shqipërisë, jo vetëm në aspektin tekniko-taktik, por edhe nga grinda, nga dëshira për ta fituar, për të marrë rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Una stampa dei nostri avversari in un modo clandestino, posso dire, ha visto, ha partito qualche immagine del nostro allenamento. Pensi che loro hanno una idea chiara di come voi giocate domani, anche dal parte tecnico, fisico e anche psicologico, forse? Përshëndetje. Io penso che non ha niente da nascondere in questo senso. Loro hanno visto 5-6 gare da noi abbiamo visto loro contro Austria 2 gare, abbiamo visto Danimarca, abbiamo visto Svizzera, abbiamo visto Spagna, è tutto lì del calcio, ma è certo dopo, come l'ho detto, c'è un momento che fa una scelta al di là di tattica e strategica di un calciatore più adatto secondo me, dopo di là si farà la stessa cosa. No, non mi preoccupa per niente di spia, no, per niente. Gli da nascondere niente, loro ci conoscono benissimo e noi a loro parliamo, ragazzi, un'altra volta di calciatori forti che il mondo conosce di loro, ma certamente anche il nostro. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ne kemi parë 5-6 ndeshje, ata kanë parë 5-6 ndeshje të fundit tonat, po ashtu ne kemi parë ndeshjen e tyre ndaj Danimarkës, ndaj Zvicrës, ndaj Spanjës, I kemi analizuar. Nuk mendoj që kanë arritur të kapin ndonjë element, sepse shumica e gjërave bëhen sigurisht në stërvitje, por që nga aspekti strategjik më së tepërmi. Ata na njohin, po ashtu ne I njohim. E ritheksoj që të dyja kampet kanë lojtarë shumë të njohur në nivel botror.